Profesor Vllazani shndrohet në spektakël sot kryesfidën e javës klasikën Vllaznia Tirana. Urime për fitoren. Faleminderit shumë. E merituar sipas jush sepse publiku ju do të rriti shumë. Mendoj në radhë parë herë duhet me falenderoj publikun sonte sepse na kanë dhënë një shtys të papamë djemve dhe u kriju një atmosferë jashtëzakonshme sonte në sallë. Jam shumë falenderues për gjithë, nga zemra, çka kanë ardhur sot me na mbështet. Ka një ndeshje shumë e vështirë për ne, sepse pa fillu akoma ndeshja, kena pas presionet pa nevojshme që nuk i shoh të arsyeshme sepse ne nuk kena kanë asnjëherë problem në asnjë moment. Sollën i hoqën gjyqtarët tonë të tavolinës nga tavolina e gjyqtarisë dhe sollën gjyqtarë nga Tirana, gjatë që s'ka bë vaki. Ne kur shkojmë në Tiranë nuk i marrim gjyqtarët tonë me vete te tavolina e Tiranës. Edhe pse kena pas gjithmonë probleme aty në alesat shumëta, ne nuk i bëjmë këtë punë edhe nuk i pretendojmë këtë punë, edhe më duket absurde si ka mundësi një ekip tjetër me ja leju që të njohin këtë gjë. Ka shkuar tek tavolina e gjyqtarisë, si u zgjidh problemi me patet një deklaratë publike? Problem nuk kishte realisht, sepse ne e kena 24 sekondëshin, siç e kanë edhe shumë ekipe tjera që marrin pjesë rregullisht në kampionatin shqiptar. Ne kena dy sisteme, një me të qintat e sekondave dhe një pa të qintat e sekondave. Sot përdorme atë që është pa të qintat e sekondave, gjë që e bëjnë edhe ekipet e tjera, si Teuta, si Pogradeci, si Korça, si Kamza, si Pallati i Sportit Aslan Rusi, ku luan Partizani gjithashtu edhe Beslidja. Kështu që pretendimet e tyre ishin absurde, ato nuk doshin me luajt sot. Në deklaratë duke një shprehur se edhe kombëtarja e Shqipërisë ka luajtur me këtë pajisje? Po, më duken pretendime absurde në opinionin tim. Thjesht për të nxit sherr, për të nxit situata të panevojshme që nuk kanë pse me ekzistu. Me pak fjalë doshin me armën avukant në krye në shtëpitë tonë. Është situatë absurde, megjithatë ja dolëm, erdhën të uqura vit edhe të uqura vit po shkojnë në shtëpi. Arma më e fortë e Vllaznisë sot në këtë fitore? Zemra, dëshira e madhe për me mposhtë edhe kundërshtarin, po edhe sistemin e padrejtë me cilin po përballemi. Çfarë do të thotë kjo fitore për Vllaznin, profesor, për vazhdimsinë, për kampionatin? Skuadra jon është grumullu me vonesë, tash ka hyrë në ritëm. Ingranazhet po funksionojnë mirë në kuptimin që lojtarët janë lidhur me njëri tjetrin dhe kanë filluar me njoh lojën e njëri tjetrit. Dhe besoj, siç e pat edhe ju sot në fushë, dhurojmë spektakël. Siç bëmë në pej, siç bëmë gjithë të ndeshjet që kena pas sot e punës. Profesor, kjo është fitoria e 9 radhazi sipas statistikave në kampionat, por edhe në Ligën Unike Shqipëri-Kosovë? Do më falësh nëse nuk e mbaj mend për momentin. E 9. Mos u gabofsha është e 9. Ne jena gjithmonë me kam tokë. Do i marrim ndeshjet me radhë, gjithë secilën, do përpiqena me dhënë maksimumin në çdo ndeshje. Kena një ndeshje shumë të fortë kundra Yllit ditën e mërkurë dhe me njëherë mrapa kena ndeshjen për kupë ndaj Teutës, gjithashtu edhe Elbasanin, por kena një javë shumë të ngarkuar me ndeshjet. Fatmirësisht për ne i kena gjitha në Shkodër. I duhet kampion, profesor? Më duhet rrim me kam tokë, i marrim ndeshjet me radhë dhe nëse ne do kena këtë ritëm dhe ta vazhdojmë ta majmë këtë ritëm, rezultatet do flasin vetë. Urime, profesor, suksese. Faleminderit.